Përshëndetje, unë jam Dorina Shamo, drejtuese e Frontera Qendra, Frontera Akademi dhe Vanmet Distribucion. Kam sot kënaqësinë të kem këtu një doktoresh, një mike dhe një vajzë shumë të bukur, siç është doktoresh Senera. Mirë se erdhe dhe faleminderit që pranove të jesh pjesë. Dori, faleminderit, mirë se ju gjeta. Është gjithmonë kënaqësi të jesh në familjen e madhe të Fronterës dhe të Vanmedit. Ne të dyja njihemi herët që në vitin 2010-2012 takohemi rastësisht, ti në atë kohë studente e mjekësisë, qofse unë e mbaj mend gabim, dhe takohemi tek një nga farmacitë e mia në Fushkruj për një bashkëpunim me doktor Artanin. Si ka qenë rrugtimi jot në mjekësi? Si e ka parë mjekësinë, doktoresh Senera? Unë fakt jam rritur me Nip-Tuck. Nip-Tuck është një serial amerikan që flet vetëm për kirurgjin plastike. Dhe unë kam pas një mikesh shumë të mirë në Amerikë, e cila mi sillte këto me DVD në atë kohë. Pra unë kam qenë në 8 vjeçare kur unë shikoja Nip-Tuck se çfarë bëjnë në Beverly Hills në ato vite për kirurgjin plastike. Edhe isha në gjimnaz dhe unë e dija që do shkoja në mjekësi për të bërë kirurgje plastike. Pra nuk kam patur asnjë qasje tjetër për ndonjë specialitet tjetër. Jo, domethënë unë mësoja se më duheshin, por jo se unë do doja të bëhesha kardiologe apo të bëhesha reumatologe apo ide të qarta që në filles. Unë kështu jam rritur edhe unë në ato vite kisha ëndër Christian Troin, fakta ishte kirurg plastik mashkull dhe unë doja të bëhesha si Christian Troin versionin femër. Edhe mendoj se kjo ka qenë shtysa ime parë që unë doja të merresha me kirurgji plastike. Po flasim për vite kur në Shqipëri nuk ekzistonte fare. Ne bënim rekonstruksione në ato vite, por nuk ishte estetik në asnjë lloj spitali. Jo, nuk ekzistonin qoftë implante, qoftë thithja e dhjamit apo këto gjërat estetike që në botë po bënin namin, sidomos në Amerikë. Sigurisht, mjekësia estetike ka pothuajse 40-50 vite që ecën në botë. Ne kemi vetëm vitet e fundit që ka filluar të elaborohet më së shumti. Aja, dedikon Senera rrugtimin e vet dikujt apo vetëm vetes vet? Unë vi nga një familje që nuk kam asnjë mjek, në fakt, edhe me prindrit e mi kam patur një diskutim shumë të madh nëse unë do bëhesha apo jo doktoresh, sepse për babin tim ishte shumë e lodhshme dhe edhe sot e kësaj dite më thotë që shko dhe bëu ekonomiste ose financiere, se do bëhesh drejtoresh banke, do rrish si zonjë me taka dhe me thonjë gjatë në një zyrë, po ajo nuk është ëndra ime, kështu që unë dhe kur kam aplikuar për formularët në shkollë të lartë, unë kam gënjur, i kam thënë që po kam shkruar financë, kam shkruar ekonomik, sepse për ata nuk ishte gjëja e dur, dhe ndër vite unë nuk isha as ku të qahesha kur ishte shkolla e vështirë, sepse më thoshin që vete deshe, vete zgjodhe, dhe ne tham që nuk bën për goca. Që mendoj që është self-made. Nuk është e urgjencës. Domethënë nuk është një mjekësi që do të marri orët e natës, do të marri vështirësira, padyshim që ti do jesh telefonikisht me pacientin e lidhur. Drejt, po. Problematika, por nuk bën pjesë tek ai sektori i urgjencës. Ama ka dhe ajo urgjencat e veta mjekësore dhe ka dhe disa urgjenca që më tepër janë urgjenca sociale, do thoja unë, pra pacienti ka nevojë për suport për ty gjatë gjithë kohës. Ana psikologjike. Në mënyrë që mos ta heqë ellçin para kohe, në mënyrë që ti ndjeki me rigorozitet ato këshillat që ne japim post-op, sepse shumica pacientëve kanë kuriozitet për të parë rezultatin dhe nuk i japin kohën e dur shërimit të këtyre ndërhyrjeve që ne bëjmë. Prandaj, duhet të jesh psikolog shumë i mirë, të dish të artikulosh, të dish të jesh në qasjen e pacientëve dhe të kesh empati. Mos harrojmë që këto janë gjitha ndërhyrje plastike që kanë një farë dhimbje. Pra ti duhet ta kuptosh dhimbjen e pacientëve dhe ta ndihmosh që ta kaloj ato 3-4-5 ditët e para që janë vështira. Derisa të fillojë të shikoj rezultatet e para që fillon të ndjehet më i lumtur. Absolutisht. Unë duke ju njohur të dy ju, edhe doktor Artanin që është urolog, edhe ty, a është vështirë të jesh burrë grua të dy mjek dhe ka vështirësi në të pasurit egoizëm, kush do sakrifikojë më shumë, kush do sakrifikojë më pak, kush do bëjë më shumë gjëra në jetë? Ka këtë lloj vështirësie midis palëve?
në mënyrën se si unë e perceptoj, ne në fakt kemi diferencë vitesh, kemi një dekadë, kemi 10 vjet, e cila ne na mundson që gjërat që tani ka ezauruar, unë mund të vazhdoj dhe të rritem, të zhvillohem aty. Dhe ai është shumë suportiv në aspektin se çfarë duhet bëj Senera. Domethënë ne nuk kemi patur kur diskorse, debate të tipit, ti nuk gatuan ose ti nuk pastron. Kupton që mendoj që në shumë familje shqiptare kjo është një nga roli i gruas është që duhet të jetë një anëvisë e mirë apo ne për këtë gjëra nuk kemi patur kur probleme, sepse dihet që unë jam kirurge dhe unë duhet t'i dhe të vazhdoj të rritem, të shkollohem, të zhvillohem, të perfeksionohem në ato çka unë di të bëj. Tani është suportiv, sigurisht, ka dhe ai ato të këqijat e veta, se nuk ka njerëz perfekt. Po nga ana profesionale ka luftë? Po, ka luftë sepse ai është shumë i zoti, ka mbaruar në një universitet elitar në Turqi, edhe unë gjithmonë e krahasoj veten me atë dhe për shkak të viteve, sepse kur tani u kthye në Shqipëri ishte 35 vjeç, saç jam unë sot, dhe një ndër operacionet e para që tani bëri ishte transplant veshkash. Ndërkohë që është konceptueshme në tregun tonë. Absolutisht shumë e vështirë dhe kërkon vite të tëra eksperiencë. Ndërkohë që në Shqipëri unë në moshën e tij nuk e ndjej veten aq gati për të bërë gjëra kaq të vështira. Do ta unifikoja për shkak me një facelift. Unë akoma operoj me kolegët e mi, me profesorët e mi, me mentorët e mi. Pra, për këtë gjë kemi një farë konkurrencë, kompeticioni. Por për gjëra të tjera jo, mendoj që shkojnë mirë, njerëzit rrin bashkë se kalojnë mirë dhe kaq. Edhe për mua si mjeke është shumë e vështirë të kem një profesion tjetër në shtëpi, sepse besoj që nuk mi kupton. Nuk do fliseni të një të gjuhë. Ja. Ne jemi shumë shokë edhe operojmë bashkë shpesh herë edhe shkon okay. Shpesh herë ka praktikisht kjo është një gjë e ditur në tregun shqiptar dhe mbase në tregun jashtë, që sa më shumë ne rritemi, aq më shumë njerëz nuk do duan të na shohin që rritemi. Dhe ka këtë urrëtitjen e vazhdueshme që pse u bë, si u bë, nuk e di ndonjëherë mbase nga pamundësia e atyre për të bërë, apo nga fakti që ne nuk duam dhe nuk kemi atë qasjen që të themi merita njerëzve që rriten profesionalisht. Por her pas here gjejmë edhe këto sharjet në thojza në për rrjetet sociale apo fjalë të ndryshme apo komente të ndryshme. Si e përjeton ti këtë? Unë jam shëruar nga ky problem në momentin që vendosa të merrja pjesë në zgjedhje, pra që u mora me politik. Në atë moment unë u shërova absolutisht, sepse më përpara seriozisht komentet negative të hatersave më preknin. Nga momenti që unë isha në politikë dhe e dija shumë mirë se kë forcë po përfaqësoja dhe çfarë vlerash unë po përfaqësoja, do t'i që krijova një lloj kështu imuniteti, anti-plumb, anti-bulletproof jelek, edhe aktualisht nuk më prekin më fare këto gjëra. Jam absolutisht e shëruar. Unë mendoj që nëse njerëzit do kishin pasur jetën time, do kishin mësuar sa unë, do ishin sakrifikuar si unë me orë të tëra në për salla, në për operacione, në fund të ditës do gjeneronin aq të ardhura sa gjeneroj unë, dhe do ishin mami i gocës time dhe bashkëshortja e burrit tim, mendoj që do flisnin ndryshe. Kështu që unë mendoj që ato janë për negativet. Unë veten time e rrethoj me njerëz si ty Dor, me zonja të suksesshme, me gratë forta, me gratë bukura që dhurojnë vetëm mirësi dhe kuptojmë shumë mirë njëra tjetrën. Kështu që unë nuk kam asnjë toksike në rrethin tim, i bëj thjesht skip edhe nuk kam kohë. A ka Senera në një nga rrjetivet ose nga kolegët që ka në një emër të veçantë që ka këtë lloj urrëtie për profesionalizmin tënd? Ka në një që ka pasur këtë lloj goditje të vazhdueshme, sepse ti e aftë? Unë kur hy në një dhomë, njerëzit të gjithë duan të bëjnë një foto me mua dhe të më përqafojnë. Mbrapa krave, unë mendoj që shahet dhe mbreti, kështu që nuk kam pas ndonjë përballje kështu tet-a-tet me dikë. Nuk kemi një emër që na ka por xhu thashë them të dëgjojmë gjithë, kështu që unë mendoj që sa më shumë të flasin, aq më shumë mirë po i bëjun gjërat. Patjetër. Kjo është një nga rregullat e lojës. Ti përmend politikën. Pse e futesh ti në politikë? Çfarë pe interesante tek ajo fusha dhe pse u tërhoqe ti nga ai vendi? Atëre, në fakt, unë gjithmonë kam qenë pjesë e shoqërisë civile. Unë jam njëri i drejtë, jam rritur në një familje me shumë vlera, edhe pa drejtësitë her pas here, sidomos kur je në një moshë që ti kërkon, gjatë gjithë kohës që kërkon ti vësh pikat mbi i dhe të, si thua, provosh diçka dhe për veten, por edhe për të tjerët.
Ftesa për në politik në fakt ishte për të bërë PR-in edhe për të nxjerrë në pa vlerat të tjera të asaj force që unë përfaqësoja dhe të atij personit, zoti Doshi. Normalisht unë si mjeket kisha dieni për shumë bamirësi dhe gjëra që zoti Doshi bënte për njerëz në gjithë Shqipërinë, sidomos mbas Covidit, kur e dim se sa e vështirë ishte për të bërë skanera apo për të marrë shërbimin e duhur mjekësor, që pothuajse të gjithë ishin të stopuar. Edhe normalisht ishte një ftesë e tillë nga miqtë mi edhe nga kryetari për të bërë pjesë e kësaj force. Por realisht unë nuk e shoh politikën si diçka që më përfaqëson, unë nuk kam formim për të marrë me politikë, pra shkollimi im është i gjithë mjekësor, edhe unë besoj ke gjërat që duhen bërë saktë dhe drejt. Konkretisht, unë dua të super specializohem tek fusha ime. Nuk kam asnjë lloj qasje që të nis tani një profesion të ri. Politika i shkon Grida Dumës, i shkon të tjera femrave që unë i shoh dhe i adhuroj. Ti herët, fillimisht, blen, madje mund them që ke qenë ndër klientët e para të Vanmedit që merr një lazer të dekës, CO2 të Mona Lisa Touch, që ishte lazer ginekologjik edhe dermatologjik. Ndër të parat mjeke që beson tek deka, beson tek ne, merr dhe patëm një suport nga ana jote, por nuk ishte vetëm blerja e një pajisje. Ti elaboron atë pajisje dhe përdor 360 gradë. Unë kam një Ferrari, patjetër që kur ke një Ferrari ti vetëm i jep gaz. Çfarë trajtimesh bën ti që kënaqesh me atë pajisje? Në fakt është interesante se ndër vite dori unë i kam parë gjitha pajisjet e tjera edhe mendoj se ka një arsye pse unë zgjodha Mona Lisën, jo vetëm nga emri, që është fancy. Mona Lisa e përmbush gjithë gamën time, sepse unë nuk jam thjesht kirurge plastike që merrem vetëm me fytyrën. Unë mund ta konsideroj vetëm body surgeon sepse ndër operacionet që unë bëj më tepër është gjoksi, liposuction, body contouring dhe mbi të gjitha qasja që unë kam tek ginekologjia estetike. Që është dhe armë shumë e fortë edhe deri para pak një tabu. Po, nuk fliteshin, këto tema nuk është se fliteshin. Dërsa ti ke dalë publikisht, e ke folur në media, e bën me pacientët. Dhe me shumë pasion, sepse unë kam vënë re që në Shqipëri, në fakt, ginekologët fatkeqësisht nuk e kanë këtë qasje. Vitet e fundit ka nisur, ama po flas para 10 vitesh, po nuk e kishin në bazë të trajtimeve të tyre patologjinë, jo estetikën. Sigurisht kam pas shumë influencë nga profesorët mit italian, ata janë mjeshtrat ginekologjisë estetike, edhe unë mendoj që Mona Lisën unë në fakt fillimisht për këtë gjë e mora, sepse kisha dëshirë t'i bëja gratë të ndiheshin më të lumtura, më të bukura dhe më mirë me veten e tyre. Edhe është një lazer që nuk më ka zhgënjur asnjëherë, nuk më ka lënë balt, edhe ja vlen çdo qindark e atij lazeri. Sepse ti e ke parë estetikën ginekologjike si çdo estetik tjetër. Absolutisht, po. E para mjeke që shikon këtë lloj vizionit që unë mendoj që ke gjithë të drejtën për ta bërë kështu dhe kështu duhet të jetë, sepse ne duhet i shërbejmë të gjithë pjesës estetike. Po, pacienti është i plot, pacienti është whole, nuk mund ta trajtosh vetëm me pjesë. Po, një femër nuk do ishte kaq e lumtur nëse do kishte probleme qoftë edhe me estetikën vaginale, që janë problemet që ne gjejmë vazhdimisht të urinimit apo të problemeve të ndryshme, lidhje të vështira. Qoftë inkontinencat, po qoftë vetë pjesa thellësisht estetike, tek aparenca. Duhet ta kuptojmë që vulva, plaket, po ashtu siç plaket fytyra, duar, qafa apo dekolteja e një gruaje. Prandaj duhet trajtuar. Kjo nuk është diçka që ne po e marketojmë sot se kemi një lazer. Kjo ka vite që ekziston dhe që trajtohet në botë. Dhe që ka shumë femra që e vuajnë çdo ditë, por nuk kanë kurajon që të shkojnë dhe ta flasin këtë lloj problematike tek mjeku, apo të gjejnë një mjek që do e bënte më së miri këtë lloj procesi. Këtu jemi me fat, Dori, se duke qenë vetë femra, janë më të lumtura dhe më komode, më komforte të vinë të flasin pacientët me ne sesa me meshkujt. Mos harrojmë se ne jetojmë akoma në Shqipëri, ka një lloj tabuje. Edhe një lloj tërheqje ndaj thënies së këtyre problematikave, sepse e kanë parë që problematikat vaginale duhet të jenë kryesisht që kanë lidhje me lindjet apo problemet e mëdha apo kanceri i ovarit apo i mitrës apo kujdo, vetëm për problematika të mëdha do duhet të shkojnë te mjeku. Pjesa tjetër pastaj
Megjithatë, Dori, unë mendoj që risi shumë të madhe në mënyrën se si femrat sot i trajtojnë zonat e veta intime ka të bëjë dhe lazeri depilimit. Sepse duke patur një komoditet që ti të shkosh dhe të bësh një trajtim çdo muaj tek një estetiste, e cila kryesisht është femër, paktën në Shqipëri flasim, duke diskutuar mbi laksitetin vaginal, mbi errësirën, mbi ngjyrimin, mbi matësinë e labjeve, unë mendoj që dhe estetistet sot apo vajzat që merren me këtë proces e ndihmojnë pafund të gjithë industrinë dhe kuptuar vështirësitë, mjekët dhe pacientët në të njëjtën kohë. Gjithashtu kemi dhe një përfaqësi tjetër, siç është Solta, që ne së shpejti do ta kemi në distribucion. Dhe kur ne të dyja diskutojmë për vazerin e famshëm, për cilin ti e dashuron, ti e dashuron shumë, nuk heziton që të jesh një bashkëpunëtore dhe një key opinion leader për sa i përket demonstrimit të pajisjes, për ta punuar, për të qenë një demonstruese për mjekët e tjera, për t'ia mësuar dhe atyre. Çfarë mendon ti për këtë diamantin që do të vinë në duart e tua? Dorina, unë të dua shumë se ti ke shije shumë të hollë në atë çka zgjedh për të distribuar në Shqipëri, për të sjellë në Shqipëri. Domethënë, unë mendoj që ne të dyja kemi një koneksion shijesh të veçantë, sepse realisht sot në treg ka pafundësisht kompani edhe ndër vite unë kam punuar me gjithë secilën prej tyre. Fakti që unë jam trajnuar nga mentorët huaj, më është t'i shikoj si në Dubai, si në Itali, si në Turqi, gjithë secili ka atë qasjen e vetë se me kë do të punoj, qoftë në Izrael për shembull. Ama ti zgjedh fiks ato që mua ma bëjnë klik. Edhe nuk e di pse e bën këtë gjë, e bën ka stile për të tërhequr doktoreshën. Të marr paketën pajisje plus doktoresh. Solta Medical është po ashtu Ferrari, siç është Deka. Prandaj dhe unë besoj te vazeri, unë jam rritur me vazerin, kam parë edhe liposuction me kompanitë të tjera, me aparatura të tjera, ama unë besoj te high def body contouring, gjë që ti mund ta bësh vetëm me një pajisje teknologjie të këtij niveli. Vazeri. A e përdor doktoresha këtë dhjamin që do heqim nga ky vazeri? Sigurisht. Ne dhjami nuk e hedhim më në tërë. Këtu është dhe arti. Dhjami është Ku e këshillojmë ne që ta injektojmë, ose ku do ishte pjesa më funksionale o më domosdoshme për femrat, ose ku femrat e duan tani ta injektojnë në pjesën e fytyrës, në pjesën e viteve? Varet gjithmonë nga mosha dhe nga pacienti, nga problematika. Normalisht kur kemi të bëjmë me zonja që kanë humbur volumin në fytyrë, ne mund ta rinjektojmë në fytyrë këtë dhjam. Por jo domosdoshmërisht të ta çosh pacientin në një liposuction agresiv, që ti do heqësh me litra të tëra për të marrë kaq dhjam sa ç'të duhet për fytyrën. Pra, ne kryesisht vazerin e përdorim për të bërë një konturim të trupit, për të bërë atë liposkulpturën, për të bërë liposuctionin e thellë, definimin e vendeve që ne kemi nevojë. Normalisht mund ta përdorim për gjoksin dhe qëndron shumë mirë, mund ta përdorim për të dhënë formë të pasmeve, vitheve, ansoreve, hip-dipsat, domethënë ka shumë teknika se ti mund ta përdorësh, por ne ndonjëherë fusim dhe tek meshkujt për të imituar bicepsat, tricepsat, për të dhënë pak më shumë volum pektoralisit, se jo gjithë çunat i kanë pektoralisin të madh nga palestra, disa kanë dhjam të injektuar aty në pjesën e sipër me flas. Kështu që ka një pafundësi modalitetesh edhe zonash ku ti mund ta fusësh. Ndonjëherë ne injektojmë të dhjam në penis për të bërë trashje të penisit. Një nga procedurat që ke thyt tabut është edhe kjo, që ti bën një sër procedurash për meshkujt në pjesën intime. Dhe nuk e ke problem fare. Jo. Duhet ta kem? Jo, patjetër që jo. A kanë meshkujt vështirësi për t'i thënë problematikat e tyre që kanë? Shiko, në fillim unë mendoja që është e pamundur që ti ta zotrosh këtë treg ose të flasësh për këtë ndërhyrje, po në fakt unë kam kuptuar që meshkujt janë më troç. Janë thjesht. Janë shumë të thjeshtë. Vinë dhe thonë menjëherë problematikën që kanë. Duan që të heqin atë dhjamin në mënyrë që ti duket penisi më i gjatë. Duan të hollohen në bel që të duken më bukur para pasqyrës apo në intimitet me partneren. Dhe e thonë qartazi se çfarë duan. Ndërsa femrat thonë, po e dua pak si më kshu, po format vi kshu, jo kshu, domethënë ndoshta nuk artikulohen sakt. Meshkujt i kanë idetë më të qarta dhe realisht neve pritshmëritë e tyre i ulim në mënyrë që mos të krijojnë iluzione
të tepërta se si do jetë rezultati post-op, se shumica mund vinë dhe me foto dhe të kërkojnë Çudira. Duhet kemi parasysh që varet shumë nga anatomia e gjithë secilit, varet nga sa nga i dhjam do na qëndroj, sa është aftësia e trupit për ta shpërbër dhjamin që ne rinjektojmë. Dhe ne këto gjëra i themi sinqerisht dhe kemi shumë pacientë të kënaqur. A ka ndërhyrje, intervente hit të modës, apo njerëzit thjesht kuptojnë që nevoja shkanë edhe kërkojnë atë ndërhyrjen që, do të thënë, ka një gjoks më të lëshuar dhe do të rikonstruktoj këtë, dua thjesht të bëj hundon edhe kaq, apo ka modele që ndjekim nga Instagrami, apo ka modele femrash që duam thjesht t'i ngjajmë dhe duam të bëhemi si kjo. Në fillimet e kirurgjisë plastike në Shqipëri, gjithçka ishte hit dhe mod. Pra, dolin hund në mod hunda, vetëm hund bënim. Ishte një vit që ne bënim vetëm rinoplasti. Pastaj dolin në mod gjoksi dhe bëm pafundësisht gjokse, pastaj vithe bëm pafundësisht vithe, proteza, dhjam, gjithçka. Sot pacientët janë më të ndërgjegjësuar. E kemi kaluar atë fazën e modës, po, dhe që duam të bëjmë gjithçka. Sot po kthehemi drejt naturalitetit dhe ajo çka vërtet i nevojitet për ta përmirësuar pamjen. Edhe mjekët sot, edhe kirurgët plastik në Shqipëri janë bërë më të përgjegjshëm. Pra, kanë mësuar të thonë jo. Ka qenë një periudhë vitesh që thoshin po për gjithçka, nuk ishte jo. Po. Kjo sigurisht është dhe në ndërgjegjen e gjithë secilit, edhe në integritetin e çdo kirurgu, por unë besoj sot që kam shumë kolegë të zot, mund ta them këtë gjë me shumë krenari, të cilët kanë integritet në mënyrën se si i trajtojnë ndërhyrjet plastike dhe rëndësinë që i japin. Ka një moshë të caktuar që themi jo? Në fakt ne nuk themi, sepse për aq kohë sa pacienti jonë është i shëndetshëm dhe ka një anestezist i cili e merr përsipër interventin dhe ndjekjen më pas, paktën 2 javë, 3 javë derisa të shërohet plotësisht, për ne gjithçka është e mundur. Por patjetër ne mund të themi po edhe te një paciente 20 vjeçare e cila kur bën analizat preoperatore del që ka anemi apo ka një problem në valvulën e zemrës, gjë që është kategorikisht e paoperueshme, e ndalueshme. Unë këtë gjë ja shpjegoj shumë qartë pacientëve që ne mund të themi okay për gjithçka, por është dhe një pak më i madh se ne që është anestezisti reanimatori. Duhet na japi okay që çdo gjë është okay. Sa më shpesh hap Instagramin, aq më shpesh shikoj senerën dhe tani është bërë kështu si fobi. Je këtu doktoresha apo ke ikur? Ti je në gjithë botën. Pse doktoresha zgjedh të jetë trajnuese, të jetë informacion, të marrë dije, të ndjeki kongrese, të jetë lektore për shtetet e huaja, pse jo? Dori ashtu rritesh. Nëse mua ma morën telefonin, po nëse do e hap telefonin, jo më larg se dje kam një vajzë, një doktoresh nga Libia, cilën e kam takuar në Egjipt dhe më thot, më mungon të shoh ty nëpër skena ndërkombëtare, ajo vjen shpesh nëpër kongrese dhe më ndjek dhe më thot, ti je role modeli im. Unë rritem dhe marr aq shumë mirësi dhe aq shumë feedback nga gjithë këta njerëz që trajnoj, gjë që mua më bën ndjem shumë mirë, po dhe rritem. Unë mësoj kur shkoj në këto trajnime. Nuk është që unë vetëm shkoj dhe jap mësim. Unë mësoj nga gjithë mjekët në gjithë botën. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. A ka senera një mendësi, kush do ishte ambicia saj ose një ndërhyrje e veçantë që të doja të arija, facelift ose një ndërhyrje të cilën ti nuk e kryen tani dhe ambicia jote është që nesër unë do doja ta mësoj dhe të perfeksionohem tek ajo. Do doja ta bëja me duart e mia e vetme si kirurge e parë. Shiko, e ceka pak më herët, ne ndajemi kirurg trupi ose kirurg fytyre. Edhe mua më pëlqen shumë trupi, unë mendoj që do mbetem kirurge trupi në të ardhmen. Nuk do doja të ishe kirurge fytyre? Jo, nuk jam kirurge fytyre. Ndoshta do e ndroj këtë mendësi, patjetër ne bëjmë ndërhyrje shumë të bukura të tilla, por ajo që mua vërtet më tërheq është trupi. Konturimet, vithet, gjoksi, ginekologjia estetike, këmbët, krahët, domethënë janë tipare që për mua kanë shumë rëndësi. Unë mendoj që fytyra rregullohet me shumë pak. Trupi kërkon më shumë punë edhe kjo sjell vështirësi, mendoj dhe mentaliteti, domethënë trupi është kombinim i shumë gjërave, nuk është vetëm ndërhyrje. Janë një sër mënyre jetese
sport, janë absolutisht, po. Për shembull, unë motivoj disciplinë më pacientët që të dobësohen para se të vinë në operacion, sepse ne aty bëjmë maksimumin ton. Ndërkohë që shumë mjek të tjerë mund të thonë nuk ka problem, do e bëjmë këtë gjë. Unë i motivoj të bien dhe 2-3 kg para, në mënyrë që gjoksit varet aty ku duam ne, barku të lëshohet, lëkura, në mënyrë që ne të thithim fiksa të dhjamin kokfort që nuk ikën kur ajo bie në peshë. Dhe pacienti të ketë shkuar në peshën që do donte të mbetej. Pikërisht. Pra, është një luftë e përditshme që Po, nëse ti i motivon mjaftueshëm pacientët, unë mendoj që vlen, edhe mua më kanë motivuar dikur për të rënë nga pesha edhe mendoj që ja kam arritur, e mbaj. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e një podcasti të tillë, që ti erdhe, një mikesh për mua që do mbetesh gjithmonë e tillë. Ne ka kohë që dhe ne kur nuk takohemi, ne e lëm dhe Stop marrim. the play, nuk ka problem, bashkë kemi zemër. Dori, unë të dua shumë dhe të falenderoj shumë. Keep rising, keep shining, edhe ti deri diku je my role model. Kështu që ti më frymëzon edhe jam shumë e lumtur për bashkëpunimet tona. Të falenderoj shumë me zemër. Ky është podcasti për sot.